Sipërfaqja e shtuar dhe moti i favorshëm kanë bërë që shalqinit e pieprit të shënojnë pikun e prodhimit më herët se vitet e kaluara, që prej fillimit të qershorit bostanorët po shiten në sasi të mëdha në tregjet vendase dhe ato jashtë vendit. Të dhënat nga drejtoria e bujqësisë konfirmojnë se moti i përshtatshëm me shira gjatë muajve prill dhe maj dhe temperaturat të larta sollën rendiment të lartë. Përpasoj, çmimi i tyre për gjatë muajit qershor arriti nivelin më të ulët të viteve të fundit. Këtë sezon e kemi shitur fare me 200 lekë. Me shumicë ishte me 100 lekë fare. Çmimi nuk varet nga superprodhimi, varet vetëm nga tregu i jashtëm. Eksporti e mban çmimin stabil. Kur është çmimi i lartë i eksportit dhe ky është i lartë. Këtë sezon në tregjet e Pakicës kanë bërritur disa lloje të ndryshme shalqini, të cilat më parë prodhoheshin vetëm për eksport. Çmimi varion nga 30 deri në 40 lekë për kilogram, kurse prodhimi i erzesës, i njohur për cilësinë e lartë, shitet me 60 lekë për kilogram. E mbjell duar nga pak. Tash unë jam i kënaqur me këtë, me punën që bëj, jam i kënaqur dhe nxjerr mall bio. Ky është pa shartesë me 400 lekë. Në qarkun e Fierit është Divjaka që kryeson për sipërfaqet më të mëdha me postanore, e ndjekur nga Kallmi, Roskoveci, Darzeza dhe së fundmi edhe Frakulla.